Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të gjitha falënderimet, të gjitha lavdrimet I qofshin dhe I takojnë vetëm Allahut xhalla shanuhu. Salatë dhe selamet qofshin mbi Muhammedin a.s. mbi familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e trasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj gjithësie. Xhamatlit nderuar, vëllezër musliman, motra muslimane, sonte do të flasim për historinë e Davudit a.s. Davudi a.s. Si I ri doli vullnetar për një diçka ku prej aty fillon edhe historia e tij e lavdishme, që Allahu xhalla shanuhu I kishte dhënë pushtet, I kishte dhënë sabër, I kishte dhënë begati dhe për shkak të gjitha këtyre Davudi a.s. ishte një rob që shumë e falenderonte Allahun xhalla shanuhu. Ajo ndodhi është kur Davudi a.s. e mbyti xhalutin e madh apo xhalutin e gjatë. Fillimisht pasi populli e pranoi Talutin si mbret, pasi u paraqit tek ata, u solli arkën e humbur të profetit Musa a.s. Po ashtu u vendos që ta lufton edhe xhalutin. Pra, e kemi fjalën për Talutin si mbret. Taluti I tha popullit, ai që do e mbyt xhalutin, I premtoj se do e martoj me njërin prej vajzave të mia, si dhe do të jap një pozitë të nderuar. Kur Taluti u nis me ushtrinë e tij, ai ushtrisë së vet I tha: vërtet Allahu do t'ju sprovoj juve me një lumë, kështu pra, kushdo që pi prej atij lumi, ai nuk është me mua, ndërsa kush nuk e shijon, ai është me mua, përveç atij që pi vetëm sa për ta shuar etjen. Kur arritën te lumi, të gjithë pin ujë nga ai lum, pin ujë shumë. Vetëm një pakic e respektoi këshillën e Talutit, kështu që mbetën një numër I vogël I ushtarëve, thuhet nëpër burime historike, diku 313 ushtarë kanë mbetë. Dhe me këtë rast thanë: ne sot nuk mund ta mundim xhalutin, ndërsa një pjesë tjetër të cilët e kishin besimin e fortë në Allahun xhalla shanuhu, ata thanë sa grupe të vogla I kanë mundur ushtrit dhe grupet e mëdha. Ndaj, me durim dhe me lenë e Allahut, ne do të fitojmë. Kështu, ata u nisën për të përballur me ushtrinë e xhalutit. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin e Al-Baqara ajeti 249 thotë: kur ata marshuan për të takuar me xhalutin dhe forcat e tij, ata thanë: Zoti ynë, na dhuro neve durim, bëna të qëndrueshëm në këmbët tona dhe na nxjerr fitimtar mbi popullin jo besimtar. Kur dy ushtrit ishin ballë për ballë njëra tjetrës, xhaluti, apo qysh njihet edhe Goliati, I veshur me mburoj e tupuz, ndërsa në dorën tjetër me shpatë në dorë, u drejtuan nga ushtria e vogël e Talutit, duke I kërkuar duel me njërin nga komandantët më të mirë apo nga ushtarët më të rima nga radhët e ushtrisë Talutit. Kur ushtarët e Talutit e panë xhalutin e gjatë në këtë gjendje,
Të gjithë u friksuan dhe asnjëri nuk foli, me përjashtim të një djalit të ri i quajtur Davud. Taluti, kur e shikoi djalin e ri, pra Davudin, nuk pranoi të dalë në dy luftim, për arsye se ishte shumë i ri dhe nuk i kishte përgatitjet e duhura. Madje Davudi a.s. si armë të tij i kishte vetëm disa llastiqe dhe një shkop në dorë. Të nesërmen prap u përsërit e njëjta gjë. Dhe Davudi a.s. shkoi përsëri te mbreti, te Taluti, të cilin arriti që ta bindë. Me këtë rast dul ball për ball Xhalutit, pra doli Davudi a.s. Dhe kur e pa Xhaluti i gjatë dhe i përgatitur fort, në këtë gjendje filloi që ta përbuz dhe ta nënçmoj. Dhe në këtë kohë Davudi a.s. i vinin zëra nga gurët të cilët ishin për tokë, i vinin zëra duke i thonë më merr mua dhe godite Xhalutin në kokë. Kështu që Davudi a.s. i kapi 3 gurë dhe i vendosi në një llastëk dhe e goditi Xhalutin në kokë dhe Xhaluti ra i vdekur. Ky djalë i ri që vrau Xhalutin ishte pikërisht Davudi a.s. i cili ende Allahu xhaleshanuhu nuk ja kishte komunikuar pejgamberin, pra ende nuk ishte i dërguar i Allahut. Për shkak të fitores, mbreti Talut e mbajti premtimin dhe e bëri Davudin a.s. komandant dhe e martoi me vajzën e tij. Davudi a.s. bëhet mbreti i dytë i bijve të Israelve. Allahu xhaleshanu në Kur'an thot: Allahu i dha atij Davudit sundimin, pra mbretërinë, pejgamberllëkun dhe e mësoi atë për çdo gjë që dëshiroi. Kur Taluti i dorëzoi Davudit a.s. mbretërinë së bashku me 12 djemtë e tij, vdiq duke luftuar në rrugën e drejtë. Pra, ka ardhur një moment ku Taluti si mbret i dorëzon Davudit a.s. mbretërinë, fronin, mirë po kur ja dorëzon nuk bëhet mendje madh apo me u rebelu, por prap vazhdon që të jetoj dhe të luftoj nën komandën e Davudit a.s. deri sa ka vdekë. Allahu xhaleshanuhu Davudit a.s. ja ka zbrit Zeburin, njëri prej 4 librave të shenjta. Pra Tevratit e Musa a.s., Zeburit të Davudi a.s., Injilit të Isa a.s. dhe Kur'anit të Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Për shkak të trimërisë, devotshmërisë, durimit, drejtësisë dhe zërit të bukur, Davudi a.s. ishte i njohur kudo, po qëllimi i Davudit a.s. nuk ishte që të arrijë famën, që ta njohin njerëzit, por qëllimi i Davudit a.s. ishte që t'i bën ibadet Allahut xhaleshanuhu. Në këtë kohë Allahu xhaleshanuhu i zbret Davudit a.s. Zeburin e bekuar. Allahu xhaleshanuhu i zbriti Zeburin profetit Davud a.s. në muajin Ramazan, i cili ishte i mbushur me urtësi dhe mësime të ndryshme. Mbi të gjitha Davudi a.s. kishte për detyrë vendosjen e drejtësisë në tokë. Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin e Kerim thot, kapitulli Sad ajet 26, ne të kemi bërë sundimtar në tokë, ti Davud gjykon me drejtësi mes njerëzve. Davudi a.s. i bënte lutje Allahut dhe lexonte Zeburin, zogët në flutërim ndalonin për ta dëgjuar zërin e bukur të Davudit a.s. Allahu xhaleshanuhu në Kur'an thot, ne bëm që kodra dhe shpezët të bëjnë ibadet tesbih së bashku me Davudin. Kjo ishte një karakteristik dalluese e Davudit a.s.,
sidomos kur lexonte Zeburin. Sa herë që ulej dhe lexonte nga libri i shenjtë, dëgjohej jehuna e maleve që e shoqëronte zërin e Davudit a.s. Kurse zogjt i qëndronin sipër duke dëgjuar leximin e Zeburit nga ana e Davudit a.s. Allahu xhalla shanuhu në kapitullin 7 ajeti 10 thot: me të vërtet ne i dham Davudit mirësi prej nesh dhe tham: o male dhe zogj, lavdërojeni emrin tim së bashku me Davudin. Sundimi i pejgamberit Davud a.s. dhe punimi i hekurit në karakteristik tjetër që ja ka dhuru Allahu xhalla shanuhu Davudit a.s. Davudi a.s. jetoi në një kohë ku vendi ishte i mbushur me luftra të ndryshme dhe të përgjakshme. Ndaj Davudi a.s. kishte detyrë të vendoste drejtësinë. Teksa Davudi a.s. vendose drejtësinë, ai vëreti disa mangësi tek luftëtarët e tij, dhe ajo ishte pamundësia e mbrojtjes gjatë luftës. Luftëtarët në atë kohë vishnin mburoja të rënda dhe as pak efikase. Një ditë Davudi a.s. teksa mendonte zgjidhjen e këtij problemi, kishte në dorë një copë hekuri, që e shikonte me vëmendje për formën që mund të i japë. Në këtë moment Allahu xhalla shanuhu i dha dituri Davudit a.s. që ta punonte hekurin duke i dhënë dijen e zbutjes së tij. Allahu xhalla shanuhu në Kur'anin e Kerim thot: ne i mësuam atij Davudit bërjen e petkave të hekurt për ju, që t'ju mbroj në raste lufte. Kapitulla Al-Anbiya, ajeti 80. Davudi a.s. u ngrit duke ndarë hekurin në disa pjesë. Me një pjesë bëri mburoja me unoza dhe me tjetrën bëri shpata. Vdekja e Davudit a.s. Davudi a.s. e donte shumë familjen e tij, kujdesej aq shumë për të, saqë kur dilte nga shtëpia, çdo herë sigurohej që i ka mbyllur të gjitha dyert. Për këtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: një ditë Davudi a.s. del nga shtëpia, pasi kaloi pak kohë bashkëshortja e tij, duke shikuar në oborrin e shtëpisë vëren një njeri të panjohur, i cili qëndronte në mes të oborrit, në disa transmetime në mes të shtëpisë. Ndaj pyet: si ka mundësi që të hyjë ky njeri i panjohur këtu, kur Davudi a.s. i ka mbyllur të gjitha dyert? Dikush e informoi Davudin a.s. për prezencën e këtij njeriu dhe ai me nxitim kthehet në shtëpi. Kur u kthy Davudi a.s. e shikoi duke qëndruar në mes të oborrit dhe e pyet: kush je ti? Ai i përgjigjet: jam ai që nuk i friksohen sundimtarve, dhe për mua nuk ka pengesë që mund të më pengoj për të hyrë në ndonjë vend. Davudi a.s. tha: pasha Allahun, ti qenke meleku i vdekjes. Urdhëro. Unë, i thot Davudi a.s. i përgjigjem urdhërit të Allahut, pra merma shpirtin. Dhe kështu meleku i vdekjes ditën e shtunë, disa mendime janë ditën e mërkur, po nuk çon kjo shumë rëndësi, mirë po ajo që është transmetuar se në moshën 100 vjeçare Davudi a.s. i adërzon shpirtin Allahut xhalla shanuhu. Sa i përket mësimeve që nxjerrin nga historia e Davudit a.s., po ju njoftoj se kur të shpjegojmë edhe për historinë e Sulejmanit a.s., do të nxjerrim së bashku mësimet që dalin nga historia e Davudit a.s. dhe Sulejmanit a.s., pra së bashku,
sepse që të dy, pra Davudi si baba dhe Sulejmani a.s. si i biri i Davudit, kanë ngjarje të përbashkëta dhe kemi vendosur që ato të spjegohemi me një ligjërat të veçantë. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.